Tani do të flasim për një lajm të mirë për dashamirët e boksit dhe mbështetësit e boksierit Gostivaras Nuri Seferi, të shtunën me fillim në ora 21, në sallën e kinemas në qendrën tregtare City Center në Gostivar. Komuna e Gostivarit do të organizojë ndjekjen e ndeshjes së boksit midis Nuri Seferit dhe Krzysztof Głowacki. Komuna e Gostivarit do të organizojë përcjelljen e ndeshjes së boksit midis Nuri Seferit dhe Krzysztof Głowacki. Kasam Selimi, nga Shërbimi për Informim në Komunën e Gostivarit, u shpreh se me anë të këtij organizimi dëshirohet të jepet mbështetje morale boksierit nga Kurita e Gostivarit në luftën historike drejt titullit kampion bote. Komuna e Gostivarit ka vendosur që të organizojë përcjelljen e ndeshjes së boksit midis boksierit nga Kurita e Gostivarit Nuri Seferi me boksierin nga Polonia Krzysztof Głowacki. Me anë të këtij organizimi, Komuna e Gostivarit dëshiron që të jepë mbështetje boksierit ton, bashkëvendasit ton nga Kurita Nuri Seferi, ndeshjen e tij historike drejt titullit kampion bote. Andaj i ftojmë të gjithë rinin dhe qytetarët e Gostivarit të cilët janë të interesuar për ta përcjellë këtë ndeshje që me datë 31 janar me fillim në ora 21 në kineman e qendrës tregtare City Center në Gostivar të vinë dhe bashkërisht të japim mbështetje bokserit ton, kampionit ton Nuri Seferi. Edhe më herët, Komuna e Gostivarit ka pasur organizime të tilla, siç ishte rasti me ndeshjen futbollistike të kombëtares së Zvicrës, ku luante futbollisti Gostivaras Admir Mehmeti, gjithashtu edhe me ndeshjen e kombëtares gjermane, ku luante po ashtu futbollisti me prejardhje nga Gostivari Shkodran Mustafi.